Në zemër të Shkodrës, në kuadër të ditës kombëtare të trashëgimisë kulturore, u rikthye për të 13-ën herë Ahengu Shkodran, një fest që tashmë është ndërruar në pjesë të pandashme të jetës shpirtërore dhe kulturore të qytetit. Dhjetra qytetare e ardashës u mblollën për të shijuar interpretimet e grupit Karajfilat që ka Shkodra, duke u zhytur në tingujt e këngës së vjetër shkodrane, aty ku muzika bëhet kujtesë dhe gëzim njëherësh. Organizatorët theksuan se kënga popullore është një pasuri e gjallë që trashëgohet brez pas brezi, duke mbetur dëshmi e shpirtit të qytetit. Jam shumë i kënaqur që Ahengu Shkodran po vazhdon të ketë interes nga vitin e vit. Ishte risi që këtë vit ne e sollim Ahengun Shkodran këtu në zemër të Shkodrës, pra në pijacë, këtu ku gjithmonë janë bërë të xhirët e mramjes në meloditë shkodrane, dhe risi si vjet ishte gjithë përfshirja, pra futja edhe kalamajve edhe fëmijëve të vegjël për të mësuar këngën e Shkodranës dhe për të trashëguar. Kjo është një vazhdimsi shumë e mirë dhe unë besoj shumë e denjë që me të vërtetë Shkodra e ka bërë tashmë tradit, edhe risia që ne e bëmë këtu në qendër të qytetit, edhe kjo vleti për mirë, por fatkeqësisht ne humbëm një këngëtar mjaft të denjë të Ahengut, ose mund të them i fundit i brezit tij që ka trashëguar me shumë fanatizëm këngën shkodrane. Megjithatë unë shpresoj që këto djem jo vetëm trit, por edhe këto që deputojnë sot janë trashëgimtar shumë denjë të këngës qytetare. Magjinë e këtij edicioni e pasuroi dhe këngëtarja shkodrane Albana Fani, e cila erdhi posaçërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të qenë pjesë e këtij përjetimi, që për të ishte një kthim i veçantë emocional të rrënjët dhe muzika e vendlindjes. Gjithmonë kur vin Shkodër është një emocion i veçantë. Unë jam rrit me këngën shkodrane, na e kena kënu në Roborre, e kena kënu në shtëpinë e Pionjerit, në klubin e Rinisë gjithkohë. Një gjë e bukur, një gjë fantastike, edhe shpresoj që Shkodra t'i majnë gjallë këtë këngë me gjithë to talentet të reja që kanë, edhe është si me ta shpresoj shumë të Shkodra, të arti, të bukra, sepse e kina pas trashëgim edhe duhet me e çuma përpara gjithmonë. Ky aktivitet i organizuar nga Qendra Kulturore Pjetër Gaci, me mbështetjen e Bashkisë Shkodër, do të transmetohet i plot në ditët në vijim në ekranin e Star Plus, duke sjellë edhe një herë në çdo shtëpi jehonën e ahengut tradicional shkodran.